Imagjino të shash brezin tonë dhe të thuash brez dembelash dhe të paaftësh, ndërkohë që ka 4 ditë dhe nuk i dihet edhe sa ditë të tjera do vazhdoj, që ka ngritur një Shqipëri në këmbë dhe jo vetëm Shqipërinë, por të gjitha mediat e huaja janë duke folur për situatën që po ndodh tani në Shqipëri. Është ironike fakt se si nuk po flasin mediat tona dhe flasin mediat e huaja, por nuk ka rëndësi ka që kjo protestë shkojë në veshin e duhur. Nëse më parë njerëzit do thoshin o ç'më duhet mua me ato tokat andej, sikur ç'pun kam unë andej, kam tokat e mia në rregull, unë le të bëjnë çfarë duan ata. Ky brez nuk të fal vlla, nuk të fal, të del atje dhe sheshit, i mbush sheshet plot, nuk intereson fare se çfarë partie politike janë, thjesht dalin dhe kërkojnë të drejtat e tyre, atë që i takon çdo njërit prej nesh të mbajë përgjegjësi. Në këtë rast ne po mbajmë përgjegjësi për tokën tonë, nuk ka rëndësi nëse është e jona private apo jo, sepse i gjithë Shqipëria në fakt u takon të gjithë shqiptarëve, pa dallim partie politike apo feja apo statusi, asnjë lloj dallimi. E gjithë toka e Shqipërisë është e shqiptarëve. Pik mbaroi vlla. Një falënderim i veçantë për çdo njeri që ka shkuar të paktën një nga ditët në protestë, falënderim i jashtëzakonshëm edhe nga ana jonë që nuk mundemi dot të jemi aty dhe shpresojmë që të paktën një herë në jetë të fitoj populli.